10 vite më parë, një firmë ndërtuese në Lezhë falimentoi duke lënë pas një objekt të papërfunduar në rrugën e Shtrausit. Banorët që kishin bler apartamentet aty mbetën për vite të tëra pa dokumente pronësie, megjithatë kishin përfunduar vetë ndërtimin e pallatit ku jetonin. Pas një procesi të gjatë ligjor dhe administrativ, ku palë me banorët u bë dhe Bashkia e Lezhës, Agjencia Shtetërore e Kadastrës në Lezhë ka përmbyllur procedurat e legalizimit dhe u ka dorëzuar banorëve certifikatat e pronësisë. Procesi u bë i mundur pasi vetë administratori i firmës ndërtuese dha miratimin që objekti të kalojë në pronësi të blerësve, ndërsa Bashkia dhe ASHK garantuar në zbatimin e plotë të ligjit numër 20/2020 për ndërtimin pa leje dhe objektet pa titull pronësie. Pas një historie të komplikuar me historinë e bërjes pallatit, të lejes shfrytëzimit, por që në fakt kosto të ranë mbi banorët në mënyrë të padrejtë. Në fund ne kemi konkluduar dhe ASHK-ja dhe me ndërmjetësinë tonë ka kry proceduar dhe ka nxjerrë lejet titullit të pronësisë për gjithë banesat që janë aty. 44 banesa, 44 familje që marrin leje. Janë edhe njësitë e shërbimit, një përmëtim që unë ja kam dhënë. Në momentin ku mu thote që dokumentat janë të plota apo si ban ASHK-ja, ne verifikojmë që si është apliku pallati fare. Në ASHK. Na është desh që të ndërhyjmë edhe ne që ta bëjmë të mundur për efekt banor. Duhet falenderoj Bashkinë dhe kryetarin e bashkisë për angazhimin maksimal edhe për bashkëpunimin korrekt që kemi pas ndërinstitucional me njëri tjetrin. Ditën e parë që kam filluar punë aty, detyra e parë ka qenë kjo, me u marrë me zgjidh problemet dhe atij objekti. Në fakt ne kemi konkluduar me vendime për cilat ato që kanë kontrata dhe porosive, që janë depozituar dhe nga personi përgjegjës që është marrë në njoftimin e banorëve, i gëzofshi, ja pafshi harin, mas 30 ditë do i duhet që të aplikoni për të pajisë me certifikata. Në mënyrë individuale do aplikojë secili me vendimin që do të marrë sot. Rasti i pallatit në rrugën e Shtrausit është vetëm një nga shembujt që tregon se procesi i legalizimit po shkon drejt përmbylljes, në përputhje me politikën e qeverisë që asnjë apartament të mos shitet pa u pajisur më parë me lejen e shfrytëzimit.